Do të kemi parasysh një gjë. Natyrisht, vrasja është gjë e rëndë, është krim. Por dhe prona ka indicje shumë të mëdha që të humbë koshencën. Janë të dyja të lidhura me një arsyetim për krimin. Të gjitha krimet për pronësinë, kur kjo pronësi është marrë në mënyrë arbitrare, ka një histori mira vjeçare. Ende nuk ka ikur prona nga individi në kuptimin e personalitetit. Sepse është jeta. Ne nuk e dim ku ka qenë konflikti për pronësinë, por media ka thënë që ka qenë konflikt pronësie, apo jo? Po. Right? Konfliktet e pronësisë në një përqindje jo shumë të vogël, por jo dhe shumë të madhe, shkojnë deri te vrasja. Kështu ka ndodhur edhe kjo. Tani, ky nuk ishte pronari, ky ishte personi që kishte të drejtën për dhënë vendimin, dakor? Se gjyqtari. Po. Pyetja që bëhet këtu për analizën e atyre që do ta hetojnë. Ka dhënë drejtësi gjyqtari, ishte duke dhënë drejtësi gjyqtari, apo po jepte pa drejtësi? Natyrisht pa drejtësia nuk zgjidhet me vetë gjyqësi, zgjidhet me ligj. Por pyetja që bëhet këtu dhe që janë mërzitur njerëzit është: funksionon ligji në Shqipëri? Shkon se sa enigma ka problemi kriminalitetit në Shqipëri? Sepse krimi në qoftë se nuk ka goditje penale, bëhet më i fortë se shteti. Po në Shqipëri korrupsioni ka qenë më i fortë se shteti, ju e dini. Pse e zgjati? Nuk e di me kryeministrin aktual se si ka shkuar problemi i korrupsionit, sepse ka shenja që është në goditje dhe po e godit spaku, në fakt. Por në qoftë se do marrim historinë tonë që nga 94 deri sa ka filluar lufta antikorrupsion, po, krimi i korrupsionit ka qenë dominues këtu. Me korrupsion tërë. Janë bërë milionerë me korrupsion ta. Pa do t'ju merret? Politika amerikane me diplomatin që kishte këtu që më kanë takuar mua kur ka filluar problemi i spakut, që godiste krimin shtetëror, po, më tha do të kthejmë shqiptarëve parat, sa ata kishin arava t'ju thosha, ata kishin investiguar 3 miliardë euro në për bankat europiane që kishte korrupsion në Shqiptar. Pa emra. Krevet. Ishin 3 veta nga 1 miliard. Edhe ajo më tha mua që do t'i marrim, tha, pa sa të merren me gjyq, të kuptojmë. Gjyqja s'kan mbaruar. po. Do t'i marrim, tha, do t'ja kthejmë popullit shqiptar. Kështu më tha, kështu po ju tha. Tjetër, kishët? Zotin Gjela, tani ne jemi mësuar me këtë dhe këtu është një problematik shumë e gjerë. Si ka mundësi që arrin një person, futet në gjykat kaq lehtë, kalon të gjitha pjesët që mund të kontrolloj, dhe me pistolet vren sallën e gjyqit një gjyqtar, një figurë dhe me një pozitë të jashtëzakonshme në shtetin shqiptar, se është goditur shtetin në zemër. E kuptova, dëgjoni këtu me mendje. Ne nuk e dim. Ka qenë defekti i kontrollit elektronik, apo kë ka paguar? E kanë heq kontrollit. Nuk e dim. Ato do të zgjidhë jetimi. Në qoftë se ajo ka qenë defekti e tyre që s'kan ditur të bëjnë mbrojtjen, ajo pastaj është për të dhënë duart në kokë. Por nuk e përjashtoj një herë për një herë. Unë të paktën si profesionist nuk e përjashtoj që mund t'i ketë paguar. Paguan njërin, paguan tjetër, kanë mbyllur ata. Ta zënë. Kur të dalë e vërteta, atëherë do shikojmë dhe ne ku është fajësia. Dakor? Nga ana tjetër, kam një pyetje që lidhet edhe me faktin që a janë të sigurt aktorët e drejtësisë, avokat,
dhe këtu kam parasysh vetëm gjykatësi, po dhe prokurorët, madje dhe avokatët, sepse prokurorët dhe avokatët një nivel janë. Unë ju kam kërkuar që t'ju e dini, kam thënë dhe në media, gjyqtarët do t'jenë të sigurt. Bile ju kam cilësuar faktin që gjyqtarët në Itali, antimafje, jetojnë në qytet të veçantë. Mafja të vërtetë. Krimi të vërtetë dhe gjithë problemi është se ta shikojmë nga ana profesionale dhe psikologjike, është goditje e rëndë, goditja për pronën, ta dini. Dhe e çorienton njeriu. Por shteti do të jetë fortë që të parandaloj krimin. Është forca e shtetit që e parandalon. Qofse shteti është i dobët dhe s'ka kokën fare, natyrisht që fiton krimi. Ja, kjo është ajo arsyetimi i përgjithshëm për këtë çështje. Arsyetimi konkret të shikojmë se ç'do dalë nga hetimi.